Ediramovici po thët Shqipëria nuk është e shqiptarëve. Mas pari ju kisha ftue me këshyrë qëtë video, pastaj kam do fjallë për këtë pjesë. Shqipëria nuk është e shqiptarëve, sepse shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut, dhe këtë e thot kanuni. Jo Ediramovic, ti së nuk kallëzë mua për Shqipnin. As ti, as njoni atje që jetën. Sepse atë ven ma kanë lënë të partë. Por atë ven shumë shqiptarë kanë dhonë jetë për me konë atë lumtur e me konë sënd liri. Shqipëria është e shqiptarëve edhe ka me konë gjithmonë. Sepse Isa Boletini, Ismail Qemali, Adem Jashari, Zahir Pajaziti e shumë luftarë tjerë kanë luftue që na me konë në për troje tona. Kanë luftue që shqiptaria me konë veç e shqiptarëve. E jo e serbëve, do më thonë shqipfolësave që folin shqip e mendojnë sërbesht, si kur te, që për karrikën tonë jenë gjendje më në shqit një shqiptari. Harrëje pikëm, se shqiptaria nuk është pronë e kërkonaj, shqiptaria është e tonëve. Shtin e mirë ngullet e në krye, te edhe ata që mendojnë si kur te. Rënov shqiptaria e malku e qoftë qifti jëtë që s'na dëm bashk.